të mirë, dhe këtë e kemi të bazuar, këtë mendim, e këtë besim e kemi të bazuar edhe në matjet e fundit e në komunikimin tonë me strukturat tona, me qytetarët e Kosovës, me votusin tonë. Ju përshini se keni në teren mbështetje më të madhe kësaj radhe se s'keni pas para 10 muaj? Absolutisht. Absolutisht, qytetarët e Kosovës e kanë pa, qytetarët e Kosovës kanë reflektu dhe e din me saksi që ka ndodhë në vitin 2025. E din me saksi kush ka qenë blokuesi i institucioneve, kush ka qenë blokuesi i vendit për këta 10 muajt e fundit, ose për me thonë ma mirë në vitin e fundit. Andaj jemi të bindun që qytetarët e Kosovës do të reflektojnë dhe do të na japin ne një rezultat shumë më të mirë. Shto këtu faktin që garojmë me një program fantastik politik, një prej programeve më të mira, e jo vetëm të këtyre zgjedhjeve, po të disa zgjedhjeve të kaluara, edhe në aspektin ekonomik. Është një program i ri, ose i modifikuar, i ati që është prezentuar në shkollë? I modifikuar, sepse baza e programit tonë politik është ajo që e kemi prezentu edhe në shkurtin e këtij viti. Nuk ka ndodhur shumë gjëra në këtë vit që ne ta ndryshojmë rëndësisht programin tonë politik, por e kemi rishiku dhe e kemi përmirësu, ose si me thonë, kemi shtu gjëra të reja në programin që po e prezentojmë tash në dhjetor. Kështu që garojmë me një program fantastik, ekonomik, politik, po edhe shoqënor, në krejt sferat e jetës dhe japim qytetarit Kosovës një alternativ që e zhvillon vendin. Shto këtu pastaj edhe një list fantastike. Njëra prej listave më të mira politike që është ofru deri më tani në garën politike të Kosovës. Më të mira deri më tani? Absolutisht, deri më tani. Unë mendoj që kjo është një prej listave më të mira edhe në shumë vitet e fundit. Vetëm një fakt që jam të e përmend shpesh edhe me raste tjera edhe në komunikim me qytetarët. Prej grupit tanishëm parlamentar, 20 deputet LDK-s, prej tyre 8 janë doktor shkencave. Pra një grup politik... Ky grup parlamentar që ishte në legislaturën e fundit. Prej 20 deputetve, 8 janë doktorat shkencës. Përfshirë edhe ju? Përfshirë edhe mua, duke fillu prej kryetarit partijës doktor shkence, e tutje 8 doktorat shkencës. Pra një përbërje kualitative, një përbërje intelektualve, që ka me i dhonë Kosovës, që jep Kosovës zhvillim, e që heq prej kësaj narrative, si me thonë, ideologjike, prej kësaj narrative krejtësisht zbrazët, e që qënë vetëm të përqarje, e që qënë vetëm në fjalë të kota, pa asë një përbërje. Ju falet për programin, pra cilat janë ato që ju edhe personalisht i vlerësoni si pikat më të forta të programit që sot LDK-ja e prezenton para votuesve, para qytetarëve të Kosovës? Programi ynë është shumë i bazuar në zhvillim. Dhe kur them zhvillim, kjo nënkupton zhvillim ekonomik, por për të hyrë mandetaje nënkupton edhe zhvillim të projekteve. Është krejtësisht ajo që i ka mungu vendit në këto 5 vitet e fundit. Në këto 5 vitet e fundit ne nuk kemi pa zhvillim të projekteve. Ne nuk kemi pa zhvillim ekonomik. Ka pas ngritje të çmimeve, ka pas inflacion të lartë në 5